Përshëndetje dashur teleshikues, jemi sërish së bashku në një tjetër puntat tek të rinjt për të rinjt për diskutuar për një temë mjaft interesante. Atëherë sot do të flasim për një risi që ka erdhur në qytetin e Korçës, e cila ka nxitur pasionin për teknologjinë dhe me këtë tjetër përveç se me ICT Club. Pas 6 muajsh punë intensive, mbi 450 rinj kanë ardhur me ide të jashtëzakonshme dhe mjaft kreativitet, ku është zhvilluar dhe finalja e madhe në Durrës, ku janë shpallur 90 finalistë dhe janë shpallur dhe fituesit më të mirë. Dhe për të na folur Flavia më tepër rreth kësaj nisme, do të jemi sot me të ftuarin e parë në studio, do të jemi me Megi Koleci, që është përgjegjëse e Korça Innovation Hub, njëkohësisht përfaqësuese e grupit Astro Waves nga shkolla Omiros, dhe njëkohësisht gjithashtu përfaqësuese e Calculate Victory nga shkolla teknike profesionale. Megi, përshëndetje. Përshëndetje, shumë kënaqësi të jem me ju Flavia dhe Mikael. Për të dytën herë. Për të dytën herë. Për të dytën herë, mos harroj. Për të dytën herë. Ka qenë një projekt që ka zgjuar interesin dhe kreativitetin në një masë të madhe nxënësish, 450 nxënës ashtu siç e ti, të shpërndarë në 10 shkolla të ndryshme të qytetit të Korçës. Është punuar me 2 sfida paralele me shkollat 9-vjeçare dhe shkollat e mesme. Kam pasur sfida interesante të cilat kanë ngjallur kuriozitetin dhe pasionin tek fëmijët. Shkollat 9-vjeçare kanë punuar me sfidën a mund të mbijetojmë në Mars, pra si do ishte ideja në një planet tjetër, a do arrim të mbijetojmë në një planet tjetër, ndërsa shkollat e mesme kanë punuar me sfidën transporti inteligjent, pra si do jetë transporti të ardhmes. Atëherë, Megi, për të filluar pak pjesën e intervistës, pra më në temë, çfarë është në tërësi ICT Lab dhe si lindi ideja për këtë nismë? ICT Club është një nga projektet e Bashkisë Korç. Është një nismë nisur para 2 vitesh, pra ky është viti i dytë i realizimit të kësaj, mesmorisë të shumë programeve dhe projekteve që Bashkia e Korçës zbaton në kuadrin e inovacionit edhe të teknologjisë. Ideja ishte e gjithë përfshirjes të shkollave të qytetit, pra të jepje mundësi nxënësve të mund të merrnin njohuri të tjera jashtë kurikulare dhe të mund të sfidonin veten në programe dhe në sfida reale të jetës së tyre. Dhe me sukses, ky është viti i dytë që ne përmbyllim, është po i njëjti numër nxënësish që përfshihen, pra 450. Secila shkollë punon me 50 nxënës të dedikuar këtij projekti. Po, cili ishte qëllimi kryesor i këtij konkursi dhe si u zhvillua procedura e punës të 6 muaj? Qëllimi kryesor është që tash ishte gjithë përfshirja, ishte trajnimi i nxënësve dhe pajisja e tyre me njohuri të tjera që tregu tani kërkon në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Nxënësit e secilës shkollë kanë aplikuar vetëm me dëshirë, nuk ka pasur një përzgjedhje paraprake, po gatishmëria, kreativiteti dhe dëshira e tyre për të bërë pjesë e ICT Labit. 6 muajve projekti ka qenë i shtrirë në disa faza, pra ka qenë një fazë përzgjedhja e shkollës dhe përzgjedhja e nxënësve. Më pas ka qenë një fazë mentorimi nga mentor dhe trajner të ndryshëm për t'i orientuar drejt sfidave, siç thash punoj me 2 sfida të ndryshme dhe nxënësit kanë marrë njohuri në drejtime të ndryshme për të realizuar dhe për gati 2-3 muaj kanë punuar intensivisht pranë Korça Innovation Hub pas ngritjes së grupeve, pranë çdo shkolle kanë qenë 10 grupe me nga 5 nxënës. Pas ideimit të themi të skicave, është punuar gati 2 muaj intensivisht me workshope të ndryshëm dhe trajner të ndryshëm për të realizuar një produkt final të projektit. Duke qenë se finalistët e këtij projekti ishin njëkohësisht dhe fitues, pra 3 grupe. Cilat ishin kriteret për ato grupe të cilat futeshin në finale, pra për të konkuruar? Cilat ishin kriteret që i bën këta 3 grupe fitues të përzgjidhesh si fitues? Pas përfundimit të projekteve, ne kemi pasur 2 nivele konkursi. Kemi pasur një nivel konkursi në nivel shkolle, pra në 50 nxënës në 10 ekipe të formuar pranë secilës shkolle, ne kemi zgjedhur ekipin fitues pranë çdo shkolle, dhe më pas kemi pasur hakathonin final, atë që përmendi dhe Flavia, të organizuar në Durrës, ku shkollat kanë shfaqur projekte dhe idet mes njëra tjetrës. Në të dyja këto fazat, si në rastin e nivelit të shkollës, o konkursit në nivel shkolle dhe në rastin e hakathonit final, ka pasur një juri që kanë qenë specialistë të fushave të ndryshme. Dua të përmend këtu dhe partnerin ton kryesor të Bashkisë Korç në zbatimin e këtij projekti që është Albanian ICT Academy, një akademi me përvojë dhe eksperiencë në fushën e teknologjisë, dhe kanë qenë
5 antar jurie të fushave të ndryshme, pra nga biznesi, nga specialistët teknologjisë, të cyber security, dhe ata kanë pasur në dorë të themi përzgjedhjen e grupeve. Ka pasur 5 kritere, me sa i kam parun, ka pasur kriterin e grupit, pra bashkëpunimit në grup, frymës në grup, elementin e teknologjisë, pra sa teknologji dhe sa po, ka pasur elementin e prezantimit, pra si arritën ta prezantonin produktin. Dhe tek pjesët e folurit shikoj. Dhe në pjesën e sipërmarrjes. Pra sa këto ide, duke qenë se është një element shumë i rëndësishëm për të ardhmen e të rinjve, dhe pjesa e sipërmarrjes, ka pasur pikëzim edhe për pjesën e sipërmarrjes në idet e tyre. Si janë shkruar këto kritere me njëra tjetrën, sa më mirë grupet fituese pastaj. Po si vlerësoni pjesëmarrjen e të rinjve te ky projekt dhe si mendoni që ka ndikuar ky projekt tek ata? Duke qenë se ne punojmë pranë Korça Innovation Hub dhe jemi çdo ditë në kontakt me të rinj, këto ditë që kam mbaruar ICT Clubi, pra që u finalizuan dhe fituesit, ndihemi bosh, duke qenë se ka pasur gjithmonë të rinj dhe çdo ditë dhe çdo orë që vinin me projektet e tyre, me sfidat, kërkonin zgjidhje, kërkonin dinin një uri më shumë. Ka qenë një eksperiencë që ne e kemi vlerësuar shumë, na motivon shumë, sepse nuk është pak të përfshihen 450 nxënës të shkollave të ndryshme. Kështu që është një projekt që me numrin e nxënësve të pa bësh një shkollë, pa diskutim do vazhdoj edhe në të ardhmen. Po çfarë ndikimi mendon se kishte ky projekt tek ta? Për ndikimin e nxënësve dhe eksperiencat e tyre, ju do keni vetë ata që do t'i tregojnë dhe produktet dhe eksperiencën e tyre si janë ndjerë. Për ne si bashki dhe si hub inovacioni, kemi marrë një feedback shumë pozitiv, që një përfshirje të madhe të rinjve në teknologji, pra dhe një pasion me kreativitet për t'ju përballur sfidave të tashme. Një hapësirë ku ata mund të zhvillojnë më tepër aftësitë e tyre. Pa diskutim. Megi, do të bëja një pyetje. Cila është mbështetja që ofron Bashkia Korç lidhur me projekte të tilla, më konkretisht ICT Clubi, meqense se jemi? ICT Clubi është projekt i ideuar dhe i zbatuar dhe i mbështetur i gjithë nga Bashkia e Korçës. Pra gjithë projekti, organizimi, mentorimi, trajnimi është iniciative Bashkisë Korç në bashkëpunim me Albanian ICT Academy, e cila është akademia që zbaton të themi gjithë pjesën e. Po, mund të na jepni një mesazh për të rinjt, ndoshta për të nxitur ata, për të nxitur ata ndoshta të përfshihen edhe më shumë në projekte të tilla. Si Korça Innovation Hub, si pjesë e të rinjve çdo ditë në fushën e teknologjisë dhe të inovacionit, i ftoj gjithë të rinjt të bëjnë pjesë e këtyre sfidave, projekteve, programeve që zbatojnë, jo vetëm në Bashkinë Korç, po kudo, për të sfiduar veten dhe për të mësuar gjëra të reja, sepse kjo do të jetë ardhmja e tyre. Ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne, edhe uroj që të keni sa më shumë projekte të tilla që ti përfshin gjithë nxënësit në aftësitë e tyre për të zhvilluar më tepër, edhe shumë suksese. Shumë faleminderit, kënaqësia imja të jem gjithmonë mes jush. Faleminderit. Atëherë do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi me disa djem të njërit grup prej fituesve. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar tani intervistat me vetë të rinjt fitues të grupeve pra që kanë qenë fitues në këtë kompeticion. Jemi tani me një nga pjesëmarrësit të grupit fitues Calculated Victory nga Shkolla Teknike Profesionale Korç me një ide mjaft inovative, droni farmaceutik. Përshëndetje Ernest, jemi këtu me Ernest Tiknov. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Pa problem. Dhe le të fillojmë tani me pyetjet. Para se të kalojmë tek pyetjet për sa i përket projektit dhe gjithë eksperiencës tuaj në këtë kompeticion, do doja të bëja një pyetje pak më personale, për të na folur pak më tepër për dëshirat, pasionet e tua. Mund të them që jam shumë i pasionuar pas artit dhe këtë kemi kaluar edhe në gjatë shkollës, duke qenë se jemi marrë me pjesën e dizajneve, reklamave digjitale dhe këto. Okay. Por për sa i përket këtij dronit farmaceutik, tingëllon mjaft interesante dhe të ngjall kuriozitetin që nga pjesa e titullit të saj ose emërtimit dron farmaceutik, si lindi ideja për krijimin e tij? Ideja lindi duke qenë se neve kishim temën për të bërë projektin rreth transportit inteligjent. Neve u munduam që
të shpëtonim jetës, si mund ta thuash, duke shmangur rrugët e këqija rurale, kushtet e motit për të transportuar barna në ato zona. Dhe këtë më së miri e realizuam me idenë e një far droni, i cili është shumë i fuqishëm dhe mund të shpjerë barna kudo. Çfarë sfida asë gjatë projektit dhe si zgjidhet ato? Çdo pjesë kishte nga ana jote personale doja unë. Nga ana personale. Secili nga neve kishte pjesën e tij dhe le të themi që jemi marrë të gjithë me çdo gjë dhe kemi punuar, sidomos rreth programimit. Kemi pasur probleme dhe kemi pasur shumë mentorë që na kanë qëndruar në kokë, na kanë ndihmuar, si Megin gjithashtu dhe profesorët. Një presje më shumë nuk punon te kodi, është sigurt. Por për sa i përket atyre ndjesive, emocioneve, sepse gjatë gjithë kohës unë me sa kam informacion, kur kam qenë dhe vetë i vogël, domethënë që merresh me këtë pjesë në këtyre projekteve, është ajo pjesa domethënë ndjesive dhe emocioneve kur ty kodi të del të funksionon dhe domethënë si kanë qenë këto emocione, domethënë pjesa e kur kanë dalë gjërat siç keni menduar, e atyre sfidave kur nuk ju kanë dalë gjërat sipas atyre që keni menduar. Neve kemi punuar gjatë gjithë kohës. Gjithçka është e rregulluar deri në momentin e fundit. Në çdo moment kemi punuar dhe në momentin që kemi thënë që diçka ka dalë mirë, kemi thënë mund ta nxjerrim akoma më mirë. Ti e shpreh pak më përpara që qëllimi kryesor i dronit ishte të shpëtonet jetë. Tani unë pyetja ime është se a mendoni ta ktheni në diçka praktike, pra ta vijoni më tek këtë projekt, por në doja që unë duke qenë se e di, doja që dhe teleshikues ta dinte pak më në detaje çfarë funksioni tamam ka pjesa e dronit, pra saktësisht dhe më pas për të vijuar pak tek pjesa si mendoni që ta zhvilloni më tej dhe në praktik reale, domethënë, pra ta ktheni qëllimin në realitet. Unë doja që në këtë pyetje, përpara se të përgjigjesh, ta marrësh pak dhe këtë objektin këtu poshtë me, ta marrësh dhe pak të, për të qenë më të. Ja ku e kemi. Do jetë ky është një maket, domethënë i dronit, i cili kjo do jetë mënyra si do funksionojë, si do jetë në pamje të parë. Pavarësisht se kjo është e bërë nga gjëra plastike sepse është maket, siç e thash. Po, janë tuba të lyer, pjesë plastike, ato janë kullera për kompjuterin, domethënë çdo gjë është e punuar vetëm me dorë nga nxënësit, nga neve, nga grupi. Dhe me mjete të riciklueshme do të thënë. Po, patjetër. Tani ta ulish pranë poshtë. Okej. Si do funksionojë dhe a do jetë praktike? Në momentin që një person do i duhet një ilaç dhe në qendrën farmaceutike të tij, në zonën e tij nuk do ndodhet, do bëhet porosia nga websajti që neve kemi krijuar, i cili po përpiqemi ta bëjmë aktiv në çdo person. Ta kalojmë në qendrat shëndetësore që për shembull personat të cilët nuk e porositin dot mundet ta porositin mbas qendrës shëndetësore. Dhe në momentin që neve marrim porosinë nga websajti, bëhet manualisht implementimi i barnës në dron. Kjo është e vetmja gjë manuale që ka dhe droni vete dhe vjen automatikisht. Paketon porosinë, domethënë, dhe e dërgojnë. Do doja shumë që kjo të ishte edhe në prakticitet, pra të ishte diçka praktike vërtet. Duke u marrë, nuk kemi ndaluar të u marrim me këtë projekt, edhe gjatë kohës që patëm pushimin në ICT, siç domethënë fituam në Korçë nga grupi i shkollave dhe ndërkohë që po niseshim për në Durrës, gjatë asaj kohe kemi punuar dhe nuk kemi ndaluar. Bravo. Shikoj se kjo ide domethënë do të dilja pak nga pyetjet e skalet ide, një dron farmaceutik është diçka shumë interesante sepse ndihmon dhe shumë moshën e tretë. Po. Që nuk kanë mundësi të lëvizin dhe thjesht të vi droni në dritarja është shumë e mirë, po a e keni menduar si një problem, do ta thoja unë thelbësor, pjesën e distancës, sepse droni aktualisht domethënë nga pjesa e telekomandës do ta marrë një dron manuale, nuk do ta marrë dron automatik siç e keni menduar, por është ka një distancë të përcaktuar se sa shkon tek pjesa e lartësisë dhe tek pjesa e gjatësisë, sepse ka drona që shkojnë 200-300 metra, ka drona që janë pjesa e policisë, domethënë që i përdorin mbi 1000 metra lartësi dhe vazhdojnë shumë tek pjesa e gjatësisë. Si e keni menduar ta zgjidhni këtë problem? Domethënë droni me pjesën e tij dhe pjesa autonomisë lidhet ka 10 kilometra range, që mund të ketë rreth qyteteve, rreth zonës, që neve po mendojmë ta implementojmë në çdo qytet, në çdo qark. Te pjesa e lartësisë ngrihet deri në 100 metra dhe mban 5 kg. Mban 5 kg është okay. Pesha është zakonisht deri tek pjesa e range-it 10 km, po pjesa e lartësisë 100 metra nuk keni fripa nga këto pemët. Mund ta themi edhe këtë, kemi menduar se mund t'i fluturojë edhe në një pëllum, është edhe kjo, por e kemi droni ka sensorët e tij. Çdo gjë është e menduar. Nga më detajuar, po ja nxjerrim pak nga pak të gjitha detajet. Çdo gjë është e menduar. Është e menduar çdo gjë. Pjesa do jetë e telekomanduar apo e gjitha nga? Jo, e gjitha është në program. E gjitha do jetë e programuar në momentin që dërgohet lokacioni direkte në databasin e
dronit dhe direkte për fluturim. Direkte. Si më përmendë mua edhe pak më përpara që do implementoni tek qendrat shëndetësore. Po. A ishte kjo. Keni menduar të bëni ndonjë bisedim me instancat për kacër nëse mund të ndodhë ky implementim në to? Mund të gjeni edhe mbështetjen. Apo kjo do ishte diçka finale që e keni menduar pak më vonë ta bëni? Në promovimet që kemi bërë, kemi bërë promovime rreth shkollës, kemi bërë promovimin e projektit tonë dhe le të themi që e kemi folur dhe është një gjë shumë e realizueshme, por akoma nuk kemi arritur në një përfundim. Është gjëja finale besoj kjo, pasi të jenë zgjidhur gjithë. Duke qenë se zbuluam pak detaje lidhur me lartësinë, gjatësinë ku derisa do të shkoj. A keni menduar për ta zhvilluar më tej këtë projekt, pra ato planet që ju mendoni që të arrim të zhvillojmë këtë, pastaj duam të bëjmë dhe diçka të tillë. Ti shtoni ndoshta ndonjë Tek pjesa e pamjes së dizajnit ose një funksion shtesë, siç përmendë pjesën e sensorave që është shumë e mirë, ti shtosh diçka më vete që në rast se goditet të vetë rregullohet, kot po them. Po, e kuptoj. Çdo gjë është në punim e sipër dhe në momentin që do jeti përfunduar, që do themi përfunduar, nuk do ndalojmë. Prap do gjejmë një problem tjetër që duhet ta zgjidhim. Do e zgjidhim. Po, dhe ne urojmë shumë që ju ta vini në praktik të punë dhe ta kemi tamam të zhvillueshëm në jetën tonë reale, përpara se të lëm të largohesh për të bijuar punën tënde me dronin, një mesazh për të rinjt. Personal për ta. Teknologjia nuk vdes kurrë. I shkurtër dhe i bukur. Okej, të falenderoj me që ishe në studio dhe shpresojmë të keni sukses dhe do të bisedojmë edhe me pjesëtarët e tjerë të grupit tani. Do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe tani do të vijojmë intervistat me pjesëtarët e tjerë të grupit fitues për sa i përket idesë së dronit farmaceutik. Do të jemi tani në studio me Vasil Kreçi. Përshëndetje Vasil. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit dhe ju për ftesën. Para se të kalojmë për pyetjet rreth projektit, të doja një prezantim të vetes tënde, dëshirat dhe pasionet e tua, për të njohur pak më tepër. Unë jam Vasil Kreçi, vi nga shkolla profesionale teknike. Kam qejf shumë teknologjinë, sidomos grafik dizajnin, dhe vazhdoj të them se do e vazhdoj më tej këtë. Atëherë, Vasil, për të futur tani në temë, duke qenë se përmendë pjesën e pasionit, pra pjesën e teknologjisë, do doja ta lidhja me idenë që ju dha, domethënë, na i shpjegoj pak më përpara miku juaj mënyrën se si kishte lindur kjo ide. Si e pritet ti idenë e dronit farmaceutik? Po, unë kam dhe mamën time është infermiere, dhe shikoj që në përditshmëri mosha e tretë nuk ka mundësi për ilaçet. Dhe vendosa dhe mendua me grupin që do ishte një ide shumë e mirë dhe do ishte një dron hero. Po kush e dha këtë ide? Kush atë do pyesja do? Kush e dha këtë ide? Idenë e vendosëm, neve kishim një ide tjetër në fillim. Ja, kjo më intereson. Nuk na eci mirë dhe vazhduam të krijomi një ide tjetër, ku menduam unë personalisht një ditë para se të beshe projekti, isha me një dron. Duke ngritur dronin, duke dalë me dron. Dhe menduam këtë të farmaceutikës. Nga një qefi ka dalë ideja për projektin. Po çfarë sfida haset ti personalisht gjatë punës edhe si ka përcjell ato? Sfidat ishin shumë të mëdha, që mund të ishin nga dizajni, nga droni për ta sjellë një maketë, që na i kërkonin ta bënin vetë. Dhe në pjesë e programimit kishim disa paqashtësi, ku na ndihmua dhe mentorët, mësuesit, dhe arritëm me sukses ta kryejmë. Në momentin kur dëgjuat Calculated Victory, grupi që shpallet fitues, cilët ishin ato emocionet që ndjeve, domethënë, në momentin që, kjo ideja që lindi nga diçka shumë fani, shumë momentale, doli fituese. Si u ndjeve? Ne kishim si të llogaritur këtë gjë, siç është emri i grupit Calculated Victory, fitore llogaritur. Dhe ne ishim shumë të sigurt dhe kishim vetë besim në vete që do fitonin. Dhe u kënaqem shumë, na pëlqeu dhe që dolën fitues me një projekt që e bën vetë. Ti më përmendë mua pjesën e dizajnit, që të pëlqen më tepër nga pjesa e teknologjisë dhe besoj se me pjesën e dizajnit je marr ti, për sa i përket dronit. Mund ta flasësh pak për idenë si e percepton dizajnin e dronit? Dizajni i dronit, siç e shpjegoj dhe shokun përpara, do jetë një dron që do ketë shumë fuqi dhe të jeti fort për të mbajtur dhe në terrenet vështira dhe në koha dhe në të gjitha. Për sa i përket motit, për shembull, motit do jetë pjesë e izoluar me pjesë të shtrenjta, domethënë kushton pak si dron, por që do ketë mundësi që ti mos has problem. Po në fund të fundit nuk është dron qefi për të luajtur. Do shpëtoj jetë, ndoshta ndihmon më shumë për tek pjesa që tham ne, mosha e tretë një herë është kryesorja.
Por tek pjesa e zhvillimit do të shndroja, unë a keti një ide personale lidhur me dizajnin, domethënë, sepse na i përmendë pak me këtë pjesën e çmimit, aparaturave që duhen të jenë më rezistente. A ke ndonjë ide për ta ridimensionuar, sepse ne e kishim moketin këtu, por ti kuptohet me atë syrin tënd thua gjithmonë që kjo s'është mirë këtu. Mund të bëjmë diçka tjetër më mirë. Po, ka shumë punë duhet bërë për ta krijuar normale. Po ato janë pjesët që mund t'i marrësh, do marrësh pjesë të gatshme, që kushtojnë për atë projekt që duhet. Dhe mendoj që deri tani nuk kemi ndonjë gjë për të shtuar më shumë. Se zakonisht këto lloj dronesh, unë siç po mendoj duhet të ketë domethënë edhe një lloj pamje që ti përshtatet detyrës që ai bën, më kupton? Po, këto i kishim menduar kryqin. Po, kryqin e pjesa e balancës në momentin që mund të ulet. Të ke do mos i një gjë e zezë që vjen kështu edhe. Në rast se i moshuar i pret ilaçin nga një gjë e zezë. Do prendet më shumë. Të realizosh dron mendoj se do të jetë pak e shtrenjtë. Që përmende aparatura, të gjitha normalisht do të jenë sa më cilësore, sa më të fuqishme që ta bëj punën droni ashtu siç duhet. Keni menduar si mund ta realizoni këtë pjesë, pra të merrni financim nga dikush, pra ku mendoni të orientoheni, të drejtoheni në momentin që do e keni dronin gati dhe dëshironi që ta jetni në plan praktik? Po, në ditët e promovimit, që kemi promovuar dhe projektin, e kemi menduar dhe kemi folur me biznesmen, me drejtoreshën e urdhrit e farmacistit. Edhe atyre i kishte pëlqyer shumë si projekt dhe deshin që ne ta punonim akoma të nxjerrim një gjë finale. Pra mbështetjen e keni. Do të nxjerrë një prototip, që ky prototip nuk ka më nevojë për ndryshime, domethënë gjithmonë ka nevojë. Po, vetëm duhen materialet. Po, duhen materialet. Baza është kjo, domethënë prototipi është ky. Okej, ne kërkojmë gjithmonë pjesën e mesazhit tek të rinj, duke qenë se shkolla profesionale teknike tani ka filluar dhe promovimin e shkollës për të rinjt. Mund të bësh një lloj mesazhi për të nxitur të rinjt që të vinë të regjistrohen në këtë shkollë dhe për të thyer atë tabun që unë vazhdoj ta them me të mëdha, që shkolla profesionale janë vetëm shkolla për ata nxënës të cilët nuk duan, domethënë nuk mund të vazhdojnë ose nuk mësojnë. Dhe t'ju tregosh domethënë që shkolla profesionale ndoshta është dhe pak më mirë se shkolla e përgjithshme. Unë mendoj kështu se teknologjia është e ardhmja për të rinjt. Dhe i ftoj që të bëhen pjesë e shkollës profesionale teknike, të bëhen profesionistë të vërtetë. Ne të falenderojmë shumë që ishit me ne, ju urojmë sa më shumë suksese, që të realizoni dronin edhe të na jepni në prakticitet. Shumë mesazhet i kanë të shkurtra, po. Po të qarta edhe. Të qarta. Do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi sërish në studio. Por Flavia, të mos harrojmë që tani do duam të bëjmë atë falënderimin që e kemi tradit dhe sigurisht për Nik Optika, sponsorin kryesor të emisionit tonë. Tani vjen vera. Sigurisht duhen syze e diellit apo. Po, më shumë se asnjëherë. Më shumë se asnjëherë dhe ku tjetër mund të gjejmë syze e diellit me një kualitet mjaft të mirë, xhama dhe skelet cilësor. Patjetër nga markat më të njohura. Ray-Ban, një prej tyre. Gjithashtu ofron dhe vizita okulistike dhe me mjek të një kualiteti shumë të lartë dhe sigurisht një staf mjaft të kualifikuar dhe një teknologji në aparaturat e tyre me aparat dhe për kundra domethënë ose vizitën e miopisë, mos e harrojmë këtë gjë. Ku gjendet Flavia? Gjendet shumë thjesht në pedonalen e qytetit dhe unë ftoj që të gjithë të shkojnë tek Nik Optika dhe të bëjnë zgjedhjen e duhur. Rikthehemi shpejt. Jemi tani në studio me Elgi Terpollari, i cili është pjesëmarrësi i fundit që na ka ardhur sot në studio për sa i përket projektit për të cilën diskutuar deri tani, që ishte droni farmaceutik. Përshëndetje Elgi. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit. Para se të kalojmë me pyetjen, do vazhdoj tek pyetja ime tradit, sepse më pëlqen shumë që para se të kalojmë tek tematika që ne kemi zgjedhur, t'i bëjmë të rinjve një prezantim që dhe teleshikuesit të njihet më shumë atë. Kështu që do unë dua nga ty një prezantim për veten tënde, dëshirat dhe pasionet e tua. Unë vjen nga shkolla profesionale teknike, jam marrë më shumë me programim, po edhe grafik dizajnin nuk ka lënë pas. Ka qenë një eksperiencë e bukur që kemi kaluar, se viti parë që kemi qenë. Pra teknologjia është pasioni yt më i madh. Po, shumë. Të pyes, ti je nxënës në shkollën profesionale teknike. Konkretisht çfarë dege studion? Unë po të për multimedia. Multimedia, mund të flasësh pak më shumë lidhur me këtë deg, çfarë ofron, sepse ti në vit parë. Të dytë. Çfarë ofron domethënë praktikat që zhvilloheni? Po, për graphic design, After Effects që për punën e videos. Programimin. Po.
për këto që kemi punuar me dronin. Të gjitha domethënë që kanë të bëjnë me projektin. Po, me projektin. Tek shkolla profesionale teknike, një rëndësi shumë të madhe i jepet punës praktike, pra që nxënësi përveç pjesës teorike ta zhvillohet edhe në prakticitet. Po, dhe një tjetër punë praktike që ju morët pjesë ishte projekti pra për cilin diskutuam deri tani ku ju erdhët me dronin farmaceutik. Po cila ishte një sfidë që ti hase gjatë punës edhe si e ka përcjellë atë? Më shumë në programimi që bënim për programin. Në fillim kur kemi idhur një ide, nuk më funksiononte. Aty sikur pak si klejt, po pastaj mendimin e profesorëve arritëm e bëm. Pra, vështirësia kryesore me sa kuptuam nga të tre të ftuarit ishte tek pjesa e programimit. Pra, gjithë zemra e projektit ishte problem lidhur me programimin. Po si e pritet ti idenë nga miqtë tu, pra kur të thanë që ne kemi këtë lloj ideje dhe ti dëshiron të bësh pjesë e grupit? Po, shumë me qef. Me pritet domethënë pozitivisht, okay? Pozitivisht, po. Vazhdojmë. Konkretisht me çfarë pjese u more ti? Sepse kuptohet që puna është e përbashkët, po ku qëndrove ti më së shumti? Më së shumti programim që ishte pak më i vështirë edhe me punën e dronit. Nuk e qenë se Mikaeli përmendi pak më parë si e prite idenë, do të thoya si e prite fitoren. Ato pjesët e parë. Këtu kur bëmë në kosh që bëmë finalen, se ki shumë emocione, po kur vajtë në Durrës ishte emocion shumë i madh. Okej, por për sa i përket mendimit tënd personal, mbasi keni fituar dhe keni, si të themi, një lloj projekti momental që e keni të hedhur, pra një plan bazë mbi dizajnin e dronit farmaceutik, një prototip. Ti me atë syrin tënd kritik që ndihmove në të krijuar, a mendon se mund të ketë gjëra të reja të cilat mund të shtohen dronit? Pra sipas mendimit tënd çfarë mund të ndryshojnë tek ai droni? Mund të ashtë ngjyra. Keni ide momentale. Është ngjyra, më kupton. Se Mikaeli fit pak kështu si larg. Po për shembull ndonjë gjë keni tani momentalisht ju besoj jemi duke e punuar dhe me website-in dhe me të gjitha. Ju ka dalë ndoshta diçka sikur ta bënim këtë kështu, po do e bëjmë pak më vonë. Apo jeni akoma tani duke punuar me gjëra që mungojnë momentalisht? Për ndryshuar pak dronin. Për ndryshuar pjesët e brendshme, që ta bëjmë pak më të fortë. Pak më të fortë. Pra ishim tek ajo ideja më pashme që kërkohen aparatura dhe pjesë më rezistente, sepse është moti, ai pëllumbi që do ta merrte. Po unë besoj të gjitha do i zim, nuk e qenë se na përmendën që kanë edhe mbështetjen financiare nëse arrin të realizojnë prototip se ç'duhet. Mirë. Interesante më shumë interesante, patjetër i gjitha. Duke qenë se ne vlem për tu përmendur, kemi qenë Flavia një vizitë tek shkolla profesionale teknike. Dhe sigurisht ishte surprizë do të thoya për këtë radhë në emision që ta kishim atë dronin të cilën e na përshkruan, sepse pam certifikatën atje. Atë dronin ta shikonim këtu. Dua të shtoj diçka, Mikael. Unë nuk isha shumë e surprizuar për sa i përket pjesës së produktit, se ideja do ishte diçka shumë fantastike. Për sa i pam ne kishte projekte fantastike aty tek shkolla. Ishin projekte realizuar në mënyrë, nuk e di, ne u çuditëm. Ne kemi realizuar edhe një video që do të shfaqet tek emisioni i sotëm, që e dija që edhe këtë projekt do e kisha realizuar në mënyrën më të mirë. Po, për thjesht mua më bëri çudi fakti që për atë projekt të cilën na shpjeguan na fal aty e kemi sot rastësisht këtu. Atëre, Elgi, të falenderojmë që ishe me ne në studio dhe përpara se të largohemi, duke qenë se ne folëm lidhur me shkollën, pra gjimnazin profesional teknik, të japësh një mesazh për gjithë të rinjt që të vazhdojnë studimet atje dhe pse jo të ndjekin ëndrat e tyre. Teknologjinë, se gjithçka po bëhet teknologji dhe ishe një arsim profesional. Dhe arsim profesional. Shumë suksese. Faleminderit. Do shkëputemi tani për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi me diçka ndryshe në pjesën tjetër të emisionit. Rikthehemi shpejt. Jemi sërish në studio tani me grupin tjetër që kemi zgjedhur ta bëjmë pjesë të emisionit ton. Jemi me Astro Wave nga shkolla Omiros. Por kësaj here do t'i kemi në një lidhje paralele në studion tjetër, duke qenë se grupi ishte i madh dhe ne dëshironim që të gjithë të përfshihesin edhe të jepnin mendimin e tyre së bashku aty dhe do t'i përshëndesim tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Mirë të gjithë. Atëherë, vlem për t'u përmendur për të gjithë teleshikuesit që grupi Astro Waves vjen nga nxënësit e klasave të 6 dhe të 7 dhe projekti i tyre fitues titullohet, ka një titull mjaft interesant që quhet Sfera e jetës. Sfera e jetës. Para se të kalojmë, Mikael, të gjithë do më prezantoni pak veten, dëshirat dhe pasionet e tuaja.
Përshëndetje, unë jam Aleksandr Strati, më pëlqen shumë teknologjia dhe dizajnimi. Përshëndetje, unë quhem Petrofili dhe më pëlqen shumë dizajnimi i websajteve dhe krijimi i tyre. Përshëndetje, unë quhem Elisa Zoga dhe sigurisht që në të ardhmen time do të dëshiroja të merresha me teknologjinë. Përshëndetje, unë quhem Alex Shipi dhe jam e pasionuar pas reklamimit dhe rrjeteve sociale. Përshëndetje, më quhem Dimitri Ballauri dhe jam apasionuar pas inxhinierisë elektronike. Përshëndetje, më çan Juri Cini dhe jam i pasionuar pas pjesës estetike të grupit. Atëre, kërkojmë pak nga ju, kuptohet me radhë mënyrën se si lindi kjo ide, pra për të krijuar serën e jetës, më falni, e cila doli dhe fituese për këtë vit. Atëhere, neve kishim një problem shumë të madh që të zgjidhnim të gjithë si grup dhe të binim dakord të gjithë se çfarë do të krijonim. Dhe pastaj po mendonim, në Mars nuk ka jetë dhe ajo nuk mund të bëhet. Kështu që le të krijojmë një serë dhe që jeta në Mars të bëhet e mundur dhe ku mund të mbjellim bimë dhe ushqime të ndryshme dhe sera të jetë gjitha automatike. Me çfarë teknologjie punuat dhe çfarë funksioni ka konkretisht projekti juaj? Neve e kryuam serën me Arduino, pompa uji, drita lejtë, të gjitha që mund ta bënin këtë serë automatike. Pa këto s'kishim si ta quajnim automatike. Sera jonë është e izoluar që bimet kënë kushte të përshtatshme dhe mos dëmtojnë nga ajra. Ajo skeleti i serës ka një ngjyrë të zezë që të thithet dritën dhe të mbajnë nxehtësinë e saj pasi në Mars është shumë ftohtë. Tani mua po më vjen një pyetje kështu spontanisht nga ajo që dëgjova, përse në Mars? Në Mars ishte edhe tema e projektit tonë, për shembull, si mund të bëhet e mundur jeta në Mars. Jo, po pse në Mars dhe jo në një planet tjetër? Çfarë informacioni keni për Marsin? Se mosha juaj ka këto rrjetet sociale, aty YouTube-in domethënë shumë të zhvilluar dhe keni një informacion. Ishte tematika e grup moshës. Po, është tematika e grup moshës. Po, Marsi është planeti më i afërt me Tokën, jo vetëm nga distanca eksakte, por edhe nga kushtet e saj, madhësia e saj, forca e gravitetit, kështu që nëse ne duhet të largoheshim nga ky planet, do zgjidhim planetin më të afërt me të, i cili është Marsi. Ne po flasim për serën tuaj, pa e patur konkrete tani, por për të gjithë teleshikuesit ajo do të jetë e mundur të shihet nëpërmjet një video që ju vetë do të na dispononi për ta bërë të dukshme për të gjithë shikuesit, duke qenë se është ide mjaft interesante dhe unë kur e pash më duk një punë fantastike. Tani, do doja një mendim përsëri nga ju të gjithë. Duke qenë se si u ndjet, domethënë si ishte kjo eksperiencë për ju në pjesëmarrjen në ICT Club lidhur me këtë lloj projekti. Disa besoj nga ju mund ta kenë dhe vitin e parë apo të gjithë, për këtë nuk kam informacion të saktë, po besoj se e keni të gjithë vitin tuaj të parë. Atëhere, një pjesë e grupit tonë e kam vitin e parë, por një pjesë tjetër e kanë edhe vitin e dytë, por që nuk mundën të fitonin. Dhe kjo na shtyvi për ata që e kanë në vitin e dytë, kjo na shtyvi që neve të luftojmë më shumë që të bëheshin fitues për këtë vit. Pra hakathonin e këtij viti. Po? Dy prej anëtarëve të grupit të këtij viti ishin dhe vjet në Durrës dhe humbjen e vjetshme e përdorëm si motivim për fitimin e këtij viti. Ne kishim shumë probleme dhe kishim vështirësi të binim dakord, por me anë të bashkëpunimit dhe komunikimit arritëm që të arrinim në konkluzione dhe të krijonim këtë projekt që ju shikoni tani. Po për të tjerët? Ishte një eksperiencë shumë e bukur, kishim plot sfida dhe ne u morëm shumë me serën tonë. Çdo problem që ne gjenim përpiqnim ta rregullonim sa më shpejt ishte e mundur. Dikush tjetër ka diçka apo të vijojmë? Ja vajza, kthej pak mikrofonin tek ajo vajza, të lutem. Për mua ishte viti i dytë që merrja pjesë në Korça Innovation Hub në këtë projekt. Vitin e parë nuk u arritëm të fitonim, ndërsa këtë vit fituam dhe ishte një arritje shumë e madhe për ne. Po sigurisht do vazhdojmë të marrim pjesë për të mësuar më shumë rreth këtij aplikacioni, projekti. Ty si t'u duk kjo si ide? Mu duk një dhe ide dhe sfidë shumë e madhe, shumë e bukur dhe jemi kënaqur jashtëzakonisht.
Kjo është mjaft e rëndësishme për moshën tuaj, pjesa e kënaqësisë që ju merrni dhe dijeve që ju fitoni në sajt e projekteve që organizohen. Pavarësisht nxitjes së frymës së konkurrencës, duhet të keni të qartë që duhet të kënaqeni mbi atë që jeni duke bërë. Po, dhe këtu do kalojmë pak tek eksperienca. Për disa ishte e parë, disa e dytë, si ishte për ju këtë vit eksperienca në ICT Club edhe çfarë mësuan nga ky projekt? Eksperiencia jonë në ICT Club këtë vit ishte një nga eksperienciat më të bukura që mund të kemi kaluar secili nga pjesëtarët e grupit tonë, sepse të gjithë, përveç se punuan fort dhe u kënaqëm me gjërat që kishim bërë, ku përfshiheshin batuta, punë, sfida, gjërat që nuk na shkonin mirë, por edhe për atë që shkuam në Durrës dhe që fituam dhe që dolëm edhe finalist. Po lidhur me atë që planifikoni për projektin e të ardhmen, a keni një plan për ta zhvilluar atë? Po pse ja more dhe? Pse ja more? Po lere more djalit. A keni një plan për ta zhvilluar ose për ta ridimensionuar këtë lloj projekt, pra serën tuaj, të shtoni detaje siç e përmendi Djaloshi, pjesën e llambave apo detaje të ndryshme si nga ana e dizajnit, të atyre që do ofroj kjo si serë, e keni menduar, e keni planifikuar? Po, neve themi që këtë model të serës që ne kemi tani, ta bëjmë më automatike që pompat të fillojnë të vijnë në punë vetë dhe gjithashtu kemi në plan që të bëjmë dhe modelet të tjera të serës, të cilat kanë pajisje të ndryshme që janë më ideale për bimë të ndryshme, pasi kjo serë ishte thjesht ideale për bimët më të zakonshme si marule, rukola, e të tjera, të cilat janë shumë të thjeshta, por ne nuk do duhet vetëm këto bimë na marrë, na duhen edhe të tjera, kështu që ne do të krijojmë dhe sera të tjera, të cilat, siç thash, do kenë kushte eksaktësisht për disa bimë speciale, që të rinë të gjitha. Po për të tjerët? Ne mendojmë që të krijojmë kushte akoma më të izolueshme, të shtojmë sensorë të tjera dhe ta bëjmë një përbime të jetë më lehtë për të rritur dhe që mos kemi, si tha shoku, që të mos kemi vetëm këto bime, por të kemi bime si gruri që të krijojmë dhe ushqimin tamam. Ne gjithashtu kemi plan që të ndihmojmë dhe me krijimin e banesave në Mars, por kjo siç po themi është në të ardhmen. Pra momentalisht jeni tek sera, tu ndi që diçka që ju aq funksionale është ajo sera juaj, sa ju keni hedhur fara dhe ato tani janë përbim që gjithë do t'i shikojmë nëpërmjet videos, por gjithashtu di që keni shtruar edhe diçka të veçantë, siç është paneli diellor. Na flisni pak më tepër për këtë. Për këtë do të flasin ata dy djemt aty në fund fare. Bravo. Paneli diellori jep energji gjithë këtij sistemit. Pra, e kemi menduar që nëse mbarojnë të gjitha bateritë, gjeneratorët, kemi si shpresë të fundit panelin diellor, ku jep energji diellore. Mund ta kalosh edhe tek djalin ngjitur teje? Okej. Si edhe shoku tim, paneli ka këtë funksion, por ne nuk e kemi vendosur akoma në punë. Mendojmë ta vendosim në punën në të ardhmen. Okej. Në rregull, atëre gjëja më e rëndësishme që unë do doja të dija nga ju është një mesazh që doni ju t'ju jepni të rinjve të moshës tuaj, lidhur me pjesëmarrjen në aktivitete të tilla dhe zbulimin e talenteve të tyre që ndoshta ata nuk i dinë, ose më saktë atë çka ju doni të shprehni lidhur me ta. Atëherë, një mesazh që do t'i jepja unë për të rinjtë e sotshëm do të ishte që pavarësisht se juve mund të keni vështirësi ose të keni turp në një farë mënyre për të treguar ose për të folur, duhet që ta hiqni atë turpin dhe ta hiqni mendjen dhe ta mendoni që nuk u ka asnjëri dhe të flisni vetëm ju dhe çfarë mendoni ju, se asnjëri nuk do t'ju gjykojë për mendimin tuaj. Një mesazh nga mua është që mos lini asgjë t'ju ndaloj. Unë dua nga të gjithë. Nga të gjithë, edhe atë mikrofonin e kalojmë. Pra, puna jonë na mundësoj ne që të kuptojmë se me anë të punës, të bashkëpunimit dhe të mirë kuptimit tonë ne mund të krijojmë gjithçka që duam. Dhe një mesazh i thjeshtë që unë ju jap të rinjve është të përdore teknologjinë për të mësuar dhe jo vetëm për të luajtur. Është e rëndësishme edhe kjo. Një mesazh nga unë është se edhe se mund të mendojmë se është e mbaruar kjo punë, ka mënyra të tjera që mund të gjejmë për çdo gjë. Një mesazh nga mua është që ne duhet të kemi besim tek vetja. Të mendojmë që ne do japim më të mirën tonë dhe të dalim sa më mirë në çdo vend. Dhe një mesazh që kam unë për ju është që të vazhdoni të punoni fort,
pavarësisht ngarkesës që do të keni, pavarësisht mësimeve të cilat nuk duhet t'ia anashkaloni, të ndiqni ëndrat tuaja dhe të mos dorëzoheni kurrë, dakor? Të jeni sa më bashkëpunues dhe kërkues ndaj vetes, gjithmonë ta kërkoni gjithçka nga vetja juaj dhe jo të gjeni justifikime tek të tjerët. Pra në rast se diçka nuk shkon mirë, duhet gjeni gabimin dhe ku është ai tek ju. Në rast se qëndron tek tjetri, duhet ta arrini ta bëni për vete dhe ta mendoni se si mund ta zgjidhni atë. Dakor? Mikaelita të gjitha, unë do vjoj të them suksese dhe vazhdoni të keni ide kaq të bukura edhe të provoni dhe ti tentoni të hidhni ato në jetë dhe të merrni pjesë sa më shumë në aktivitete të tilla që të zhvilloni veten tuaj. Faleminderit. Ne ju falenderojmë që ju kishim në studio dhe do të rishihemi sërish me projekte të tjera që do të fitoni. Mirupafshim. Mirupafshim. Dhe ja Flavia ku mberitëm në fund dhe me fëmijët të cilët ishin aq të mirë dhe më vjen mirë që në këtë moshë kaq të re arrin të korrin sukses. Atë suksesin e vogël kuptohet në grupet që formohen për pjesën e teknologjisë, e cila po përparon gjithnjë më shumë. Siç e vum re ICT Club ka filluar me projekte të cilat prekin vërtet jetën reale, me sapam lidhur me dronin farmaceutik që janë ide shumë të mira dhe në rast se vjen në zbatim janë një ndihmë e madhe për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë moshat e mëdha, moshat e mesme dhe sigurisht lehtësirat që do të krijohen sepse po shkojmë me vërtet është drejt një bote teknologjike. Dhe është më e mira, domethënë ajo që më pëlqen mua janë të rinjt ata që po e shtyjnë botën drejt kësaj teknologjie, sepse vim thjesht kur kemi erdhur këtu jemi njohur vetëm me rrjetet sociale dhe me aplikacionet të cilat përdorim në përditshmëri, por ajo gjë e mirë është që përmenda pak më përpara të rinjt po e ridimensionojnë teknologjinë, po e sjellin atë në ndihmë të vetvetes. Teknologjia është shumë e gjerë dhe sa vjen edhe po zgjerohet akoma më tepër, po zhvillohet shumë. Unë do të them që patë mundësinë të flisnim për një kompeticion që është era e dytë që zhvillohet në qytetin e Korçës, edhe sa mirë që është një kompeticion i cili ka në qendër të rinjt e grup moshave, pra të shkollave 9-vjeçare, moshat 14, 15, por edhe gjimnazet, patjetër që të gjimnazet shumë të rëndësishme, po unë mendoj që shumë e rëndësishme është që kjo fryma e të marrit informacionit, të zhvilluarit aftësitë tyre, e çdo individi është shumë e rëndësishme që të merret që në moshë të hershme, pra që në moshën kur janë në 9-vjeçare, në klasë 6, 7, dhe pas kur të jenë në gjimnaz të kenë mundësi që ato baza që të kanë t'i zgjerojnë akoma më tepër, kështu që një projekt shumë i mirë, uroj që të vijojë edhe në vitet, po, edhe të ketë një pjesëmarrje kaq të lartë ta çka edhe të mos bjerë interesi, urojmë që të jetë kaq edhe më shumë gjithmonë. E tham një mesazh, e tha vajza që kishim tek lidhja direkte që ta përdorim teknologjinë sa më mirë, pra të marrim më të mirën e teknologjisë, sepse teknologjia ka të dy anët e saj, edhe ato të dëmshme, por edhe ato të mirë, kështu që le të marrim anën pozitive të saj, edhe le të jemi kështu si një burim mesazhesh për gjithë të rinj që të merren sa më shumë me aktivitete të tilla, edhe të gjurmojnë për aftësitë që kanë edhe të kërkojnë shumë për veten e tyre dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre. Sepse janë mënyra shumë të mira që ndihmojnë nxënësit të identifikojnë aftësitë e tyre dhe të zhvillojnë ata. I bëjnë për mendimin kritik, për zhvillimin e aftësisë e të tjera që unë kur nis të flas për këto gjëra nuk ndaloj, por më duhet ta mbyllim emisionin e sotëm. Dhe sigurisht t'i lajmërojmë teleshikuesit tanë që do të shihemi javës tjetër në po të njëjtën orë dhe me një tematikë mjaft interesante për të cilën e do ta lëmë surprizë. Po, si gjithmonë me tematika shumë interesante për ju. Kalofshi sa më mirë.